Unë kam arritur të siguroj Biblën e Big Brotherit. Në qoftë se ti futesh në profilin tim e kam postuar janë 174 faqe. Janë 4 pika flagrante të shkelura nga Gjesti, dakor? 4 pika flagrante që janë under investigation nga Endemol dhe Bani J. Tani, në qoftë se juve quani përdosjen e që është dëgjoj seksizmi, që ta dini juve është një nga rregullat kryesor, janë 5 rregullat kryesore. Seksizmi është i treti. Në qoftë se përmendet ajo që ka bërë Gjesti, që është seksizmi, pjesa e të bërit seks apo ajo largimi afrimi që hyn në seksizëm dhe është under investigation, unë nuk e di se si do zgjidhet kjo punë, puna e tyre se kjo s'më takon mua, është dhunë. Quhet dhunë seksizmi. Përdosja e simboleve fetare, qofshin to muslimane, katolike, budiste, nuk ka rëndësi çfarë janë. Hedhja e kryqit, të lutem më lër ta mbaroj se kjo nuk është nga unë, këtë nuk e them unë, këtë e thot Bani J, se nuk e them. Po të njëjtën po është më thënë se situata ka pasur për masat që janë marrë, nëse janë marrë apo jo masa.